është në faqen 614, psalmi 37. Psalmi 37. Le ta shohim vëllezër se çfarë Zoti do të na japë. Le ta ndjekim me vëmendje vëllezër fjalën e Perëndisë. Mos u dëshpëro për shkak të njerëzve të këqij. Mos ki smirë ata që veprojnë me ligësi, sepse ata shpejt do të kositen si bari dhe do të thahen si bari i blertë. Ki besim tek Zoti dhe bëj të mira. Bano vendin dhe shto besnikërinë. Gjej kënaqësinë tënde në Zotin dhe ai do të plotësojë dëshirat e zemrës sate. Vendose fatin tënd tek Zoti. Ki besim tek ai dhe ai ka për të vepruar. Ai do të bëjë të shkëlqejë drejtësia jote si drita dhe ndershmëria e saj si mesdita. Ri në eshtje para Zotit dhe prite atë. Mos u idhëro për atë që i shkojnë në mbarë punët e veta, për njeriun që ndjek planet të këqija. Hiq dorë nga zemërimi dhe lere për buzje. Mos u dëshpëro. Kjo do të çonte edhe ty të bëje të keqe, sepse njerëzit e këqij do të çfarosen, por ata që shpresojnë tek Zoti do të bëhen zotër të tokës. Edhe pak dhe i pabesi nuk do të jetë më, po ti do t'i kërkosh me kujdes vendin e tij dhe ai nuk do të jetë më. Por zemërbutët do të zotërojnë në tokën dhe do të gëzojnë një paqe të madhe. I pabesi komploton kundër të drejtit dhe kërcëllin dhembët kundër tij. Zoti qesh me të, sepse e sheh që vjen dita e tij. Të pabesët kanë nxjerrë shpatën dhe kanë nderur arkun e tyre për të rrëzuar të mjerin dhe nevojtarin, për të vrarë ata që ecën drejt në rrugën e tyre. Shpata e tyre do të hyjë në zemrën e tyre dhe arqet e tyre do të thyen. Vlen më tepër e pakta e të drejtit se sa bolleku i shumë të pabesëve. Sepse krahët e të pabesëve do të thyen, por Zoti i përkrah të drejtët. Zoti i njeh ditët e njerëzve të ndershëm dhe trashëgimia e tyre do të vazhdojë për jetë. Ata nuk do të ngatrohen në kohën e fatkeqësisë dhe në ditët e zisë do të ngopen. Por të pabesët do të vdesin dhe armiqtë e Zotit do të konsumohen dhe do të bëhen tym si dhjami i qengjave. I pabesi merr ua dhe nuk e kthen, por i drejti ka mëshirë dhe dhuron. Sepse të bekuarit nga Zoti do të trashëgojnë në tokën, por ata që janë mallkuar prej tij do të çfarosen. Hapat e njeriut i drejton Zoti, kur atij i pëlqejnë rrugët e tij. Por kur njeriu rrëzohet, nuk shtrihet për tokë, sepse Zoti e mban për dorë. Unë kam qenë fëmijë dhe tani jam plakur, por nuk e kam parë kur të drejtin të braktisur dhe pasardhësit e tij të lypin bukë. Ai ka mëshirë dhe i jep kur do erua dhe pasardhësit e tij janë në bekim. Largohu nga e keqja dhe bëj të mirën dhe do të kesh një banesë të përjetshme. Sepse Zoti e do drejtësinë dhe nuk ka për t'i braktisur kurrë shenjtorët e tij.
ata do të ruhen për jetë, ndërsa pasardhësit e të babesëve do të çfarosen. Të drejtët do të trashëgojnë në tokën dhe do të banojnë gjithnjë mbi të. Nga goja e të drejtit del dituri dhe gjua e tij flet për drejtësi. Ligji i Perëndisë të tij është në zemrën e tij, hapat e tij nuk do të lëkunden. I pabesi spionon të drejtin dhe përpiqet ta vrasë. Zoti nuk do ta lërë në duart e tij dhe nuk do të lejojë që të dënohet kur të gjykohet. Ki shpresë të patundur tek Zoti dhe ndiq rrugën e tij dhe ai do të lartojë me qëllim që ti të trashëgosh tokën. Kur të pabesët të jenë të çfarosur, ti do ta shikosh. E pash njeriu e pushtetshëm dhe të furishëm të begatohet si një pemë e gjelbër në tokën e tij të lindjes, por pastaj u zhduk. Dhe ja, nuk është më, e kërkova, por nuk e gjeta më. Ki kujdes për njeriu e ndershëm dhe këqyr njeriu e drejtë, sepse e ardhmja e këtij njeriu do të jetë paqja. Por shkelësit do të shkatërrohen të gjithë, në fund të pabesët do të dërmohen. Por shpëtimi i të drejtëve vjen nga Zoti. Ai është kështjella e tyre në kohën e fatkeqësisë, dhe Zoti i ndihmon dhe i çliron. I çliron nga të pabesët dhe i shpëton, sepse kanë gjetur stre tek ai. Amin. Lavdi Zotit, vëllezër. Për këtë fjalë që Zoti na jep. Vërtet, motra, vëllezër, kalojmë nëpërmjet kësaj rruge. Çdo njeri ballafaqohet me shumë gjëra në jetë, motra dhe vëllezër, aleluja. Por Zoti në fjalën e Perëndisë na tregon fundin e çdo njeriu me të gjitha ato që krye. Si do të jetë i drejti, si do të jetë ai që shpreson në Zot, cili do të jetë fundi i tij, cila është e ardhmja e tij, dhe cili do të jetë fundi i të pabesëve, i të gjithë të ligjve, motra dhe vëllezër, aleluja, na i tregon fjala e Perëndisë. Dhe çdo njeri që e lexon fjalën e Perëndisë, arrin të kuptojë se cila është rruga që do të ndjekë, duke ditur që Zoti tregon se cili do të jetë fundi i çdo njerit, apo jeta e çdo njeri. Dhe na këshillon fjala e Perëndisë, vëllezër, për të kuptuar çdo veprim tonin. Na këshillon të korrigjojmë, të shohim veten, sepse dimë se cili është fundi i gjërave që ndodhin. Gjykim do të marrë gjithë secili. Mos u dëshpëro për shkak të njerëzve të këqij. Zoti thot mos u dëshpëro, që do të thot dëshpërohemi. Sepse ka njerëz të këqij rreth nesh. Dhe Zoti na inkurajon me fjalën dhe thotë, bia ime, biri im, thotë, mos u dëshpëro. Këta do të jenë. Këto gjëra do të ndodhin vazhdimisht. Çlirohu nga kjo gjë dhe dëshpërimi e dini nga se vjen. Sepse njeriu që është i drejtë brenda vete nuk pranon dot. Nuk pajtohet dot me gjërat që ndodhin rreth tij. Këta janë njerëzit e drejtë,
dhe dëshpërohen. Vjen në trishtim për të gjitha gjërat që ndodhin. Shikoni çfarë ndodh. Kështu ishim në fillim edhe ne. Trishtoheshim për gjërat që ndodhnin, për të gjitha gjërat. Dhe fjala e Perëndis thot, biri im thot, mos u trishto, mos u dëshpëro për këto gjëra. Sepse është dikush, motra dhe vëllezër, aleluja, që sheh çdo gjë. Dhe nëpërmjet tij do marr gjithë secili sipas atyre që bën. Prandaj thot, ki paqe në zemrën tënde dhe mos u dëshpëro. Mos i ki cmirë ata që veprojnë me ligësi. Cmirë ata që veprojnë me ligësi. Ja, vërtet ai nuk është i mirë, po shko si i ven punët. Shko si jeton ai, si mungon asnjë gjë atij. Dhe Zoti vjen dhe të flet. Mos i ki cmirë ata që sheh. Se si ju ven punët. Sepse e venë çdo gjë nëpërmjet ligësisë së tyre. Sepse shikoni thot, sepse ata shpejt do të kositen si bari. Shikoni se cili është fundi atyre që ti sheh, që janë shumë mirë, kështu shikon mishi. Dhe thot, mos i ki cmirë, sepse shiko, po të lajmëroj, thot, cili është fundi atyre që ti sheh. Ata shpejt do të kositen, thot. Lexuam pak më poshtë, thot, e pash të pushtetshmin, e pash që u fuqizua, por pas pak, thot, u zhduk. Nuk është me. E kërkova, po nuk e gjeta. Si iku? E kërkova që do të thot, ti do të banosh tokën. Ti do të trashëgosh tokën. Por jo ata. Ti thot, ki besim tek Zoti. Dhe bëj të mira. Ki besim tek Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja. Çdo gjë lere në Zot. E di, vëllezër, kam 2-3 ditë që e përdor, nuk di pse më vjen. Po të kishit besim, thot. Sa një kokër si napi. Dhe di çfarë mendoj? Sa fuqi i ka dhënë Perëndia njeriut. Dhe njeriu nuk e di. Shkoni si thot, po të kesh besim, sa një kokër si napi, në Zoti, ti do t'i thuash këti mali, shpërngullu që këtu dhe shkon në një vend tjetër. Shiko se sa fuqi ka besimi në Zot. Kjo është më e rëndësishme për njeriu, motra dhe vëllezër. Trishtohemi, ndodhin gjëra, s'na pëlqejnë gjërat që na ndodhin, i duam gjërat të jenë të përsosura. Dhe fjala thot, biri im, ki besim tek Zoti. Dhe çdo gjë bëhet, po të kesh besim në Zotin. Po unë vete në Zotit, thres Zotit. Pasi i shpërdoroi të gjitha, thot një grua, dhe nuk mori asgjë nga kjo botë. Nuk u shurua. Vendosi në zemrën e saj që po ta prek Zotin, unë do shurova. Vendosi në zemër, me besim po ta prek atë, unë do shurova. Të gjitha i shpenzoi, që kishte.
U dorëzua motra dhe nuk ishte me asgjë për të dhënë kësaj bote. Shkoi, e preku, me shumë vështirësi shkoi, nuk është ka që thjesht të shkosh tek Jezus Krishti, sepse do kesh pengesa të mëdha. E falenderojmë Perëndinë. Dhe Zoti i tha, kush më preku? Një kohë që turmat shtyeshin vëllezër, dhe thotë ajo mbeti pa diktuar, thotë u diktua domethënë veprimi i saj dhe u paraqit përpara Zotit. Unë të preka Zot. Ajo në atë çast që e preku, thotë, mori atë që deshi. Mori atë që desh. Që nuk mund t'ja jepte askush. Me gjithë shka shpezon të vetë. Me gjithë shka shpezoi, nuk mori atë që deshte. E preku Zotin në një moment. Dhe mori atë që ka deshte. Dhe Zoti i tha, bija ime, besimi yt të shëroj. Po të kesh besim në Zoti, çfarë merr njeriu? Vajza ime po dërgjet në shtrat gati për të vdekurit, tha Jairi. Po të vish, ajo dëshirohet. Do vi, tha Zoti. Dhe shkon motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe njerëzit e lajmëruan, mos e mundo mësuesin, vajza të vdiq. Fjala që i tha Jezus Krishti, vëllezër, ti vetëm beso. Si të besoj, çfarë? Tani, kamë? Tani që vdiq, çfarë të besoj? Ti vetëm beso. Dhe çfarë do shoh? Dhe Jezus Krishti ynë, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe ja jep vajzën e tij. Po të besosh në Zotin, ti vetëm beso. Dhe atë që ti do ta marrësh. Zot, po të ishe ti këtu, i thotë, Maria, vllai ynë nuk do kishte vdekur. A nuk të kam thënë që po të besosh, do shohësh lavdinë e Perëndisë? Po e di kur të vijë ora, unë jam. Unë jam këtu përpara teje, cila orë do vijë? Unë jam para teje. Më tregoni ku e keni vënë. Ka 4 ditë i vdekur, Zot. Dhe Jezusi, motra dhe vëllezër, aleluja, shkon. Dhe thret Lazar dil jashtë. Po të kesh besim, thot Zoti, sa një kokër sinapi mund të tunden male, vëllezër, aleluja. Dhe këtu na këshillon ti mos shiko gjërat që ndodhin, ki besim tek Zoti. Dhe bëj të mira. Bëj mirë, thot motra dhe vëllezër, aleluja. E dini pse?
Gjeje kënaqësinë tënde në Zotin dhe ai do të plotësojë dëshirat e zemrës tënde. Gjej kënaqësinë tënde kur ti drejtohet, motra dhe vëllezër, haleluja. Një njeriu që nuk kënaqet me botën jashtë. Një njeri që ka në zemrën e tij dhe thot shpesh herë në veten e tij: unë jam i drejtë. Unë si kam bërë njeriu keq. Dhe nuk e pranon dot botën jashtë. Këtij njeriu i drejtohet dhe thot: gjeje kënaqësinë në Zotin. Ai është plotësojësi i dëshirave të zemrës tënde. Ato çka ti ke në zemër, thot, vetëm ai do të ti plotësojë. Po nuk ka njeri tjetër që të më plotësojë dëshirat e mia. Askush, motra dhe vëllezër. Po unë besoj në tek asnjëri, thot Zoti. Gjeje kënaqësinë tënde në Zoti, sepse ai është plotësonësi i dëshirave të zemrës sate. Vendose fatin tënd tek Zoti, ki besim tek ai, dhe ai ka për të vepruar. Ai do të veprojë, thot. Është e sigurt, pse? Sepse ti beson ata. Nuk je i lëkundur, nuk shpreson diku tjetër, por shpresa ime vetme është Zoti. Ai do t'i rregullojë të gjitha gjërat. Ai do të bëjë të shkëlqejë drejtësia jote si drita dhe ndershmëria e saj si mesdita. Nëse ti je vërtet një njeri i drejtë, ai do ta bëjë që të shkëlqejë drejtësia jote. Po si do ta bëjë Zoti, motra dhe vëllezër, haleluja? Kjo është dora e Zotit. Askush nuk e di, motra dhe vëllezër, se si do të veprojë. Por thotë që drejtësia jote Zoti do ta bëjë të dukshme. Nuk duket, unë jam i drejtë, mua më bien të gjitha gjërat. Dhe Zoti thotë njeriu të drejtë, thotë. Zoti do t'ja nxjerrë në pak kush është në të vërtetë. Ai do ta bëjë të dukshme atë që është e padukshme, motra, haleluja. Atë që s'mund ta shohë askush. Rri në eshtje përpara Zotit dhe prite atë. Shkuqar varkë, motra dhe vëllezër. Rri në eshtje përpara Zotit dhe prite atë, se do të vi. Po unë luta për një problemin tim 10 ditë dhe Zoti zveproi. Fjala na mëson të jemi të bindur në fjalën e Perëndis. Sepse bindja, vëllezër, përpara Perëndis është gjëja më e rëndësishme për të krishter. Bindja. Sauli, motra, ishte paralajmëruar nga Perëndia nëpërmjet Samuelit, që të mos e niste luftën përpara se të vinte Samueli. Që të bëheshe një lutje dhe pastaj prit, motra dhe vëllezër, në mendjen e Saulit, serdhi armiqtë, shko si janë sa afër meje. Samueli burr plak, edhe mund të mos vijë. Unë ç'duhet të bëj?
Duhet të pres akoma? Dhe filloi, motra dhe vëllezër. Kur filloi, vjen Samueli. Urdhrimi ishte do të çfarosësh gjithçka nga armiku që ke përpara. Të parën gjë që dëgjon motra dhe vëllezër, Samueli thot, që janë këto blegërima që dëgjoj? Ka gjëra në popull që dëgjohen. Po ne vendosëm që gjërat më të mira që kishin filistejtë t'ja japim Zotit. Dhe Samueli thotë, ka nevojë Zoti për viçat dhe demat, motra, aleluja, dhe për dhjamë? Apo ka nevojë Zoti për bindje? Cilat ishin ato që duhet të zhdukte? Lopët vërtet. Gjithçka tek armiku duhet të zhduket, të vritet. Edhe ne shpesher kemi shumë gjëra në lufta jonë është midis frymës dhe mishit. Dhe Zoti thot asnjë gjë nga ato që ke në mish nuk duhet të ekzistojë. Do me thënë, të kryqëzohet mishi me të gjitha dëshirat. Po unë kam sa gjëra që janë shumë të mira. Mu t'i heq edhe këto, dëshirat e mia që kam. Këtu thot gjithë besimin, thot, lere tek Zoti. Në aftësitë e mia, në shkolla ime, në dituria ime, në shoqëria që unë kam me njerëzit, të gjitha këto nuk më vlejnë. Dhe Zoti thot që të dëgjohet zëri ynë, motra dhe vëllezër, është shumë e rëndësishme bindja. Gjithçka që ne kemi, motra dhe vëllezër, aleluja, në mish, dëshirat tona nuk duhet të ekzistojnë. Sepse Zoti thotë, do një krijesë të re. Të udhëhequr nga Perëndia. Prite atë, thot, derisa të veproje, sepse ka një plan shumë të mirë Perëndia. Hiq dorë nga zemërimi dhe lere përbuzjen. Zemërohemi, motra dhe vëllezër, për një situatë. Zemërohemi me vëllezër. Zemërohemi me njerëzit tanë. Zemërohemi me gjithçka, motra dhe vëllezër, që shohim që është e pa drejt. Nuk është e drejt vëlla të zemërohesh. E drejt është të zemërohen, po jo të zemërohet ai që shpreson në Zotin. Këte në mëson fjala e Perëndisë, vëllezër. Këta do Zoti të krishterë. Këta janë të pëlqyer në sytë e Perëndisë. Zemroni, po mos mëkatoni, thot fjala e Perëndisë. Pse? Sepse për momentin njeriu mund. Prandaj thot Zoti, zemroni, por mos mëkatoni. Sepse zemrimi vjen këtu dhe për momentin flet një fjalë. Por s'duhet të zbresë nga këtu në zemër, motra, aleluja, zemrimi. Sepse po zbriti këtu, mbarset, thot motra dhe vëllezër, dhe pjell mëkatin. Që do thotë nuk mund të pastrohet, fillon urrejtja, fillon kërkon të keqen. Dhe thot, kjo do të çonte edhe ty të bëj një të keqen, nëse do zemëroheshe. Do bëhesh edhe ti, thot, si ai. Sepse njerëzit e këqinj do të shfarosen,
Pse ynë në këtë tufë? Shikoni sa e rëndësishme është. Unë jam këte dhe një pjesë është këte. Mos hyrë këte, thotë Zoti, këta janë për të çfarosur. Njerëzit e këqinj do të çfarosen. Ruaj veten këtu ku je, sepse kur ti zemërohesh, bëhesh i lik, motra dhe vlezër, nuk qëndron dot me këtu, por bashkohesh me këta, dhe këta janë caktuar për të çfarosur. Ku hyn? Të lajmëron Zoti arsyeën përse nuk duhet të zemërohesh. Njerëzit e këqinj do të çfarosen, thot. Por ata që shpresojnë në Zoti, do me thënë ata që presin, që Zoti të veproje, po sa do të presë Zoti e di, motra dhe vlezër. Zoti thot prit me durim që Zoti të veproje. Ata që shpresojnë tek Zoti, do të bëhen zotër të tokës. Ata që shpresojnë në Zoti do bëhen zotër të tokës. Këta do të mbeten, thot Zoti, motra dhe vlezër. Jo ata që përzihen dhe bëhen të këqinj, por ata që shpresojnë në Zoti do bëhen zotër të tokës. Dhe thotë, edhe pak, dhe i pabesi nuk do të jetë me. Ti e shikon, i ecim punët, mërzitesh, zemërohesh, Zoti thot ti prit, që të shohësh. Çfarë do ndodhë? Çfarë do ndodhë me atë? Dhe çfarë do ndodhë me këtë që pret? Dhe Zoti na lajmëron, thot, dhe pak dhe i pabesi nuk do të jetë me. Po, thot, ti do t'i kërkosh me kujdes vendin e ti, thotë, dhe ai nuk do të jetë me. Ai do të zhduket, thot. Ti do kërkosh ku është, dhe ai nuk është me, thot. Por zemërbutët do të zotërojnë në tokën dhe do të gëzojnë në paqe të madhe. Ata që kanë një zemër të butë, ata do të jenë zotëronjës të tokës. Po kur do të ndodhin këto, vlezër, aleluja? Kur do të ndodhin të gjitha këto? Dhe Zoti thot, ka një plan Perëndia. Zoti nuk shikon si që shikojnë njerëzit. Mendimet e Zotit janë shumë larg mendimeve të njerëzve. Por ti thot prit. Dhe do të mrekullohesh. Shpeshherë, ne Zoti na thotë njeriu që beson në Zot ka jetë të përjetshme. Dhe ne e matim të gjitha këto që dëgjojmë, po edhe sa do të presë Zot? Po të je e përjetshme. Zoti të thotë, ka jetë të përjetshme ai që beson në Zoti. Prit me durim, thotë. Dhe ne e matim, po mosha time, unë sa do të jetoj, këtu bijem, motra dhe vlezër, dhe nxitohemi. Duam t'i bëjmë gjërat si duam ne. Kur Zoti thotë, kemi jetë të përjetshme. Këtu duhet besimi, motra dhe vlezër, aleluja. Unë kam jetë të përjetshme, çfarë më nxiton? Të presë Zotin të veproj? Nuk ka kohë, motra dhe vlezër, që unë duhet ta matë. Ka jetë të përjetshme njeriu që beson në Zoti. Prit me durim të veproj Zoti, sepse do të trashëgoni tokën. Të gjitha ata thotë që shpresojnë në Zot,
do të trashëgojnë në tokën. E falenderojmë Perëndin. Zoti ta bekoj këtë fjalë vëllezër, aleluja, dhe ta vazhdojmë këtë mësim herën tjetër. Sepse është vërtet një mësim i gjatë që Zoti ka shumë për të na dhënë. E falenderoj Perëndin. Dhe tani le të ngrihemi dhe bëhemi gati për darkën e Zotit.